Çfarë e prish agjërimin? Kufin të shenjtë të një adhurimi madhështor. Agjërimi është një nga adhurimet më të thella dhe më të sinqerta në Islam. Ai nuk është vetëm dalim nga ushqimi dhe pija, por një disiplinë e plotë e trupit dhe e shpirtit. Është një gjendje adhurimi që fillon me agimin dhe përfundon me perëndimin e diellit. Allahu i madhëruar thotë në Kur'an: O ju që besuat, agjërimi është bërë obligim për ju, ashtu siç ishte obligim për ata para jush që të bëheni të devotshëm. Surja El-Bekare 183. Por çfarë prish këtë adhurim? Cilat janë ato veprime që ndërpresin agjërimin dhe bën ato të pavlefshëm? Gjëja më e qartë që e prish agjërimin është ngrënia ose pirja me vetëdije gjatë ditës së agjërimit. Nëse një person ha ose pi qëllimisht, agjërimi i tij prishet menjëherë. Kjo sepse ai ka thyer thelbin e agjërimit, ndalimin nga ushqimi dhe pija për hir të Allahut. Pra Islami është fe e mëshirës. Profeti Muhammed a.s. ka thënë: kush harron dhe ha ose pi, le ta vazhdojë agjërimin e tij, sepse Allahu e ka ushqyer dhe i ka dhënë të pi. Kjo tregon se harresa nuk e prish agjërimin, sepse Allahu shikon qëllimin e zemrës. Marrëdhëniet intime midis bashkëshortëve gjatë orëve të agjërimit janë nga veprat që e prishin agjërimin dhe konsiderohen shkelje serioze. Allahu thotë: në natën e agjërimit u është lejuar afrimi te gratë tuaja. Ato janë prehje për ju dhe ju jeni prehje për ato. Surja El-Bekare 187. Ky ajet tregon qartë se marrëdhëniet lejohen vetëm natën, jo gjatë ditës. Kush e bën këtë me vetëdije, duhet të pendohet sinqerisht dhe, sipas rregullave islame, duhet të kompensojë atë ditë dhe të kryejë shlyerjen e përcaktuar. Nëse një person e detyron veten të vjellë me qëllim, agjërimi i tij prishet. Por nëse të vjellat të ndodhin pa dëshirë, atëherë agjërimi mbetet i blefshëm. Profeti a.s. ka thënë: kush vjell pa dashje, nuk ka nevojë ta zvendçojë agjërimin, por kush e bën me qëllim, duhet ta zvendçojë. Kur një grua hyn në ciklin menstrual ose përjeton qakëderdhje pas lindjes, agjërimi i saj ndërpritet. Kjo nuk është mëkat, por një gjendje natyrore e krijuar nga Allahu. Gruaja duhet të zvendçojë këto ditë më vonë. Kjo tregon drejtësinë dhe mëshirën e Islamit ndaj natyrës njerëzore. Çdo gjë që futet në trup me qëllim dhe shërben si ushqim ose zvendësimi i tij, si serumet ushqyese, e prish agjërimin. Sepse qëllimi i agjërimit është që trupi të qëndrojë pa ushqim dhe pije për një kohë të caktuar, si akt adhurimi ndaj Allahut. Jo çdo gjë e prish agjërimin. Është e rëndësishme të kuptohet se disa gjëra nuk e prishin agjërimin, si larja e gojës pa gëlltitur ujë, larja e trupit, frymëmarrja e ajrit ose aromave, gëlltitja e pështymës. Islami nuk e vështirëson besimtarin, por e udhëzon atë me urtësi. Çfarë është ndaluar shpirtërisht gjatë agjërimit? Edhe pse disa gjëra nuk e prishin fizikisht agjërimin, ato mund ta dëmtojnë shpërblimin e tij. Profeti a.s. ka thënë: kush nuk heq dorë nga gënjeshtra dhe veprat e këqija, Allahu nuk ka nevojë që ai të heq dorë nga ushqimi dhe pija. Kjo do të thotë se agjërimi nuk është vetëm i stomakut, por edhe i gjuhës, syve dhe zemrës. Besimtari duhet të largohet nga gënjeshtra, përgojimi, fyerjet, zemrimi i tepërt, padrejtësia, sepse qëllimi i agjërimit është pastrimi i shpirtit. Urtësia e madhe e agjërimit. Agjërimi është një amanet, një adhurim që Allahu e ka lidhur drejt për drejt me veten e tij. Në një hadith kutsi, Allahu thotë: agjërimi është për mua dhe unë shpërblej për të. Kjo është një nder i madh për besimtarin. Agjërimi i mëson njeriut vetë kontrollin, i mëson durimin, i mëson sinqeritetin, sepse edhe kur askush nuk e sheh, Allahu e sheh. Agjërimi nuk është vetëm ndalim nga ushqimi dhe pija. Ai është një mburojë për shpirtin. Çdo moment i agjërimit është një akt adhurimi. Çdo sakrificë është një hap drejt mëshirës së Allahut. Prandaj, ruaje agjërimin tënd, ruaje jo vetëm nga ajo që e prish trupin, por edhe nga ajo që e dobëson shpirtin, sepse ndoshta pikërisht ky agjërim do të jetë arsyeja e shpëtimit tënd në ditën e gjykimit.